nuk u nis dot për Myni, anulloi, batoni me një pjesë të ekipit është në Muni duke e pritur, por Rama thash dhe njëherë, ajo që thot popull, puthu me milon, u bë sot e vërtet, puthu me dashsulën. Ky është një akt për cilin do të shpreh mirënjohjen më të madhe të gjitha atyre që i refuzuan takimet narkodiktatorit të Tiranës, të gjitha atyre që i anulluan takimet e pronotuara e fiksuara para vizitës së tij në Bruksel, të gjitha atyre që e bën me qëndrimet e tyre Edi Ramën mish të huaj, trup të huaj, në atë konferencë dhe ja mbyllën dyert. Pra, në një hark kohor, 3 javor, në 2 aktivitetet më të rëndësishme, absolutisht më të rëndësishme të vitit, në forumin global të Davosit dhe në Davosin e sigurisë që është konferenca e Mynihut, dyert të mbyllura për kryehajdutin e kombit shqiptar. Nderim të madh, nderimin më të madh qytetarëve opozitar, të cilët me protestat e tyre u bën zëri i ndërgjegjes kombëtare të shqiptarëve, të cilët me revoltën e tyre, me kryengritjet e tyre të paqësore, u bën zëri i ndërgjegjes qytetare dhe kombëtare të qytetarëve të kohë. Dhe ky zë po jehon në Europë dhe në botë, ishte ky zë i cili sensibilizoi, i cili nxiti, ndihmoi, lehtësoi vendimet më të rëndësishme ndaj një personi që është armik i rrezikshëm për kombin shqiptar dhe një armik i vërtet për sigurinë e Europës dhe NATO-s, që quhet Edi Rama. Edi Rama. Pra, është një rast për të shpreh mirënjohje ndaj të gjitha atyre që i rezervuan Edi Ramës atë që meriton, por një mirënjohje të pakufishme ndaj atyre të rive dhe të reave, burrave dhe grave që u mblodhen nga të 4 anë të Shqipërisë në kryengritjen e tyre paqësore për të bërë që të ndigjohet zëri i tyre,